Korça është konfirmuar dhe këtë fundvit si një nga destinacionet më të preferuara për të kaluar natën e ndërimit të viteve. Atmosfera e ngrohtë qytetare, sheshet dhe rrugicat e zbukuruara me drita festive, si dhe kulinaria e pasur tradicionale kanë nxitur një interes të lartë nga vizitorë vendas dhe të huaj. Unë jam nga Hasi. Pse në Korçë? Pse keni zgjedhur Korçën? Duket qytet i qetë, i lezetshëm. Herë parë që vi këtu. Po për jashtë keni menduar jashtë? Rri jashtë, jetoj jashtë. Në Angli. Deri tani si po ju duket Korça, çfarë keni vizituar? Po këto vetëm jemi sjellë të rrotull, vendet vogla. Festat e fundvitit unë si gjithmonë i kaloj pranë familjes, sepse si fest që është, duhet të jetë gjithë familja bashkë. Dhe kam ardhur veçanërisht për t'i kaluar në Korçë. Ku jetoni? Në Tiranë vazhdoj studimet, andaj dhe jam kthyer në qytetin tim për të festuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Gatimet karakteristike korçare, pije tradicionale dhe mikpritja e njohur e zonës janë kthyer në element kyç që e bëjnë qytetin një zgjedhje të veçantë për festat e fundvitit. Si pasojë, kapacitetet akomoduese janë tërësisht të rezervuara, me hotele dhe bujtina që raportojnë mungesë vendesh për natën e fundvitit. Ndërkohë, fluksi i shtuar i vizitorëve reflektohet dhe në pikat kufitare dhe akset kryesore hyrëse. Sipas të dhënave të fundit, në pikën kufitare të Kapshtisës kanë hyrë 4.808 shtetas dhe kanë dalë 2.431, ndërsa në Qafthan janë regjistruar 3.260 hyrje dhe 3.177 dalje shtetasish.